Po mendon sinqerisht pse një kam pas mik në aktivitetet e mia, Adnan Rustemi nesër del edhe I del zot këtij vende, përbesja. Si është e mundur të mos e marrin seriozisht shtetin? Po nuk duhen me marrë seriozisht shtetin se nuk kanë dhënë asnjëherë prej shtetit. Pse ti apo mendon që për një më që ky brezi që ka pas baballarët e vet, ky brezi politik që I ka pas baballarët gatshëm për pushk, I ka pas baballarët e vet gatshëm edhe për rezistencë pacore, I ka pas baballarët e vet gatshëm edhe për rezistencat e vitit 1981, kur ka ndodhur demonstrata e studentëve. Ne nuk I kemi shpik as historinë, as rrugtimin histori, as lavdia. Po mendon sinqerisht pse një kam pas mik në aktivitetet e mia, Adnan Rustemi nesër del edhe I del zot këtij vende, përbesja. Ai nuk e ka shqetësim Kosovën. As nuk e ka shqetësim sigurinë e saj, as mirëqenien, as standardin politik. Ai shqetësim të vetin, edhe secili eksponent në politik, edhe Agim Bahtiri, që ka qenë I gatshëm për pushkë, sot ka gjuhën e ka anti-luftë, edhe sot që njerëzit me gjuhën më të vrasht. Llogarit çfarë konflikte brendshme janë të dashur me kriju. Kur dalin njerëz pranë shtatorës, politikanë tonë, institucion, absolutisht, kur del ti një qytetar atje, edhe del publikisht, UÇK-ja ka qenë selak, kanë pas praç, kanë bë krime. Në thonë në anën tjetër, lavdin kombëtare, ta ulat shposhtë. E në anën tjetër, ose në tjetrën anë, të kanë bë krime. Të sheh këtu çfarë diskusi është të bë. Edhe këtu ka qenë shqetësimi jam, se prej një Adem Jasharit, që kanë gjendje me dhonë familjen e vet për lirinë e shërimin e këtij vendi, në situata që ne jemi ballafaqur çdo 50 vjet ose 100 vjet, sot nuk e ke asnjë qytetar të këtij vendi që ja fol një thuk këtij secilë situatë në Kosovë. Edhe me këtë gjenerat shqiptarësh që hajnë serbisht, I kalojnë rrugë nëpër Serbi, e vinë e bën shqiponjen me kryeministrin, e vinë e bën shqiponjen në përkazin legjendar. Kjo tregon çfarë jemi në fakt. E gërditshme thosht. Gjithçka këto është e gërditshme. Sinqerisht po them, ne jemi në rrezikimin e qenies tonë. Pa dash me jap kontestin politik këtu edhe me deviju debatin. Po politika, konfliktet politike që janë të mbrëmshme, që nuk bëhen pa qëllim, e që nuk kemi nevojë hiç të mi bë Serbia, këtë luftën hibride që bëhet mbrana që po thuhet, kjo burimin kryesor ka për institucioneve tona.